Prejardhja e mbiemrit Ibrushi. Mbiemri Ibrushi mendohet të ketë origjinë nga emri personal Ibrahim, një emër shumë i përhapur në trevat shqiptare gjatë periudhës osmane. Në shumë familje shqiptare, emri një paraardhësi të nderuar shndërrohen në mbiemër për pasardhësit, duke krijuar forma të tilla si Ibru, Ibro, Ibrushi, të cilat me kohën u stabilizuan në formën që njohim sot. Ky mbiemër pasqyron ndikimet kulturore dhe gjuhësore të shekujve të shkuar, ku elementet orientale u përzihen natyrshëm me traditën shqiptare. Lëvizjet e familjeve dhe shtrirja gjeografike. Gjatë kohës, familjet me mbiemrin Ibrushi janë shtrirë në disa zona të Shqipërisë dhe Kosovës, shpesh në komunitete rurale ose gjysmë urbane, ku traditat familjare ruheshin më fort. Migrimet e brendshme nga malësitë drejt fushave, nga fshatrat drejt qyteteve apo nga një kraji në tjetrën, kanë bërë që mbiemri të shfaqet në disa varante të rralla, por gjithmonë duke ruajtur identitetin bazë. Në disa zona mbiemri lidhet me trungje fisnore, që kanë ruajtur kujtime, gojedhëna apo histori të paraardhësve, gjë që e pasuron kuptimin e tij për brezat e sotëm. Rëndësia kulturore dhe identitetin në kohët moderne. Sot mbiemri Ibrushi mbetet një mbiemër i dallueshëm dhe relativisht i pakët, duke qenë kështu një shenjë e qartë identiteti për ata që e mbajnë. Ai bart një histori të gjatë mbi ndikimet kulturore, lëvizjet demografike dhe vazhdimsinë e traditës familjare shqiptare. Edhe pse shqyrja ka ndryshuar ndjeshëm, familjet me këtë mbiemër vazhdojnë ta konsiderojnë atë si një lidhje të drejtë me rrënjët e tyre, me figura të rëndësishme të së kaluarës dhe trashëgiminë që përcjell brez pas brezi.